për shkak të një sëmundje kërkon të vazhdojë misionet e vllajt. Sigurimin e jetës, veprimtarisë, ligjit të qytetarëve shqiptar. Në këtë aspekt, aja është 2 herë dëshmor. Dhe familja e tij është një familje me kontribute shumë të mëdha për sigurinë e qytetarëve, jetës, veprimtarisë, rendit, ligjit qytetarëve shqiptar. Por aq sa është e dhimbshme vrasja mizore nga një dorë kriminale e policit në detyrë, aq e kriminale e shëmtuar është qëndrimi i shtetit, i narkoshtetit, ndaj vrasësit, i cili kishte 9 vite në kërkim, gjoja në kërkim, dhe që financohej nga fonde shtetërore për të ndërtuar stalla, konaqe, ngrehina, mbashtrua bagti, sikur të ishte një fermer i nderuar. Vrasja e Enea Mekollit dëshmon në mënyrën më të qartë se rendi, ligji, siguria në këtë vend është në dorë të krimit.